Momenti më pak i rëndësishëm. Ai kryeministri ton, i opinionisti ton, i piktori ton, zoti Edi Rama. Një koment që kishte nxjerrë në Facebook duke thënë që të shtënat me armë kundrejt Donald Trumpit janë kërcënim për demokracinë. Tani duhet t'i them unë kryeministrit, o kryeministër, po ku mutin di që ti qa është demokracia? Shku di ti qa është, ti s'ke jetu një dit as ke lind, as ke jetu një dit demokraci. Se dhe kjo që kemi ne ore, demokraci është në thojnë, është një komunizëm i fshehur, që leadershipin e ke marrë ti o zotri. Si mund thua është ti për shembull që ai që mori armën në këta po kërcënojnë fjalën? Jo, amerikanët e kanë treguar me prova, sepse ata kanë lindur në demokraci. Ata s'kan pasur asnjë regjim tjetër. Dhe ata tregojnë me prova. Në vendin që juve thoni budalliqe, në vendin që juve prekni shëndetësinë, prekni spitalet, prekni policin, prekni prokurorin, gjykatën, prekni formën e paqë të jetuarit, hapni luftra, shkatroni vende. Në këtë moment populli merr forcën në dorë. Kjo është forma më e lartë e demokracisë, të bëhesh martir. Edhe pse mund ta kesh gabim, ata kesh pozitiv, po është shenjë demokracie, është shenjë lirie. Kur ti merr armën dhe i kundërvihesh një personi që ti mendon që është kriminal ose ai person po lufton kundër interesave të vendit tënd. Prandaj zoti kryeministër, më mërgojmë, ku digjiti nga këto muhabete, nuk janë shumë larg potencialit tat. Mbaj këtë popull që ke, nono si shpera ditë dhe vazhdo të jetosh i lirë si perandor o zotri.